Dhe po kërkon Sali Qekaj që të vinë sepse don me ra rastin e Kosharit. Me 9 prill kur kemi hyrë në brenda territorit të Kosovës, ka qenë diku në ora 5 e mëngjesit. Fillimi u bë natën. Natën, shikara, kur jemi hyrë brenda territorit të Kosovës ka pas edhe borë, edhe të gjithë kanë menduar që pjesa që ka pas disiti Skender Hasan Xhekës, ka pas ne ushtarët në 32 sa kemi qenë, kemi pas për detyrë me hyrë brenda në karaull. Dhe të gjithë kanë menduar që si pika më e vështirë do të jetë qysh me hyrë ushtar në karaull. Pika më e vështirë doli te Lojtoria, ku para se me fillu sulmi jon mbritën 4 ushtarë tonë, merret pika tjetër ku ishte Agim Ramadani, dhe na ishim pozicion ballë për ballë me karaullën, qësisht me postë kufitare. A ditë këto dy pika janë marrë, është marrë Vrejtoria dhe është marrë pjesa ku ne qyshim topi kundër aeror, ndërsa ne karaull nuk kemi ujtë me hy. Pra luftimet kanë vazhduar gjatë gjithë ditës, dhe për fat mirë, në siti jon për 32 ushtarëve deri me 16 prill. Asnjë një ushtar i joni nuk është vrarë. Me 16 prill, sot ku janë varresat, vjen një thirrje në radio lidhje përmes Skender Hasan Xhekës, komandant notës si kishte nufën, dhe po kërkon Sali Qekaj që të vinë sepse don me ra rastin e Kosharit. Na përgatit, na thret komandant noti, thot, ju lutem, thot, ne do shkojmë në një territor të panjoftër. Hani ushqim, pastroni armët, dhe duhet pa tjetër me shku me ndihmu, sepse në qoftë se bjen rastin e Kosharës, bjen edhe pika kufitare. Posta. Pastaj, na një 4 orë kemi ba. Qose i ke vrejt ato farë pjesa, aty ka me shku, besoj që çdo njëri prej neve ka pas 40-50 kg në shpinë. Është liri edhe po... Jo, nuk, jo s'mund me shku. Unë sot më thonë shkam, më nuk besoj që më me nisi atë rrugë, dhe kemi shku aty, kur kemi shku, na ka thonë këtu ndalë. Edhe më ka urdhnu mu që t'jem ushtari i fundit. Unë gjithmonë isha kram me to, edhe unë ndala po shikoj, thash, pse unë i fundit? Unë me doha që kjo po mendon që më po frigon ose diçka. Jo, ta ti do të rësh i fundit. Qofse plagosim na, do të marrën time. Sepse këto mund të ketë vranë. Dhe kam fillu unë të qëndru, edhe jemi ofru na në pozicionin ku na kanë thonë që janë serbet. Grupi jonë komplet, u mundu me dalë serbën pjesën mbrapa. Serbet kanë lëviz nga kja pikë dhe na kanë dalë mbrapa neve. Kam fillu luftimet, dhe gjatë aty në luftimeve, jenë mbra 3 vetë thonë, është plagos komandant Skender Hasan Xhekaj, edhe aty për herë të parë më taku me Sali Qekaj. Ai me siguri që mos më kanë njoftë. Sepse ushtarë si gjithë tjertë, dhe çka ka ndodhur? A dite nga 32 ushtarë sa kemi qenë në sitin Skender Hasan Xhekës, të nesrit kemi mbetën vetëm 3. Unë, Sel Leziri, Fadil Gashi dhe Selami Hajrullaka. Jem plagosën 4, jem vrat 3, është plagos komandantit, të tjerët janë veteran sigurisht, po mas 16 prillit si kom taku mokur.